Prokuroria e posaçme ka zgjatur edhe me 3 muaj të tjerë afatin e hetimeve për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila dyshohet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje barazie në tendera në disa episode. Një burim pranë SPAK-ut konfirmoi për News 24 se të mërkurën janë thirrur Erald Delezi, ish-drejtori i Keshit, dhe Gentian Gjyli, ish-drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, të dy të besuar të Belinda Ballukut, të cilëve pritet ju komunikohet vendimi për zgjatjen e afateve. Sipas ligjit, afatet janë zgjatur edhe me 3 muaj të tjerë, pasi prokurorët e posaçëm argumentojnë në vendim se ju nevojitet kohë për të kryer veprime të tjera hetimore në funksion të çështjes që konsiderohet komplekse për shkak se bëhet fjalë për një numër të lartë tenderash që janë duke u verifikuar. Belinda Balluku është e pandehur nga SPAK për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe në hetim për të gjitha lotet e Unazës së Madhe të Tiranës. Së fundmi, ndaj saj janë ngritur edhe akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, si dhe i është sekuestruar një vilë luksoze në Dhërmi, që SPAK dyshon se është pasuri e fshehur e saj, që e ka përfituar rishfet kur drejtonte Alp Control. Ndaj ish-ministres së infrastrukturës janë në fuqi 2 masa sigurie, ndalim për të dalë jashtë vendit dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve publike. Kërkesa e SPAK për leje për të arrestuar Ballukun u rrëzua nga mazhoranca me shumicë votash. Pas ngritjes së akuzave të reja për të, Prokuroria e posaçme ende nuk ka një vendim nëse do t'i drejtohet sërish kuvendit me kërkesë për leje për të arrestuar ish numrin 2 të qeverisë shqiptare.